Së bashku drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Pa unë përkojë një me disa prej zhvillimeve kryesore. Indjek. Ngushtohen afatet e diasporës për të votuar. Në Greqi ende 10.000 zarfe pa u shpërndar. Në zonat ishollore afati fundit është dita e sotme. PD akuzon për manipulime. Reagon Rama, klitma e bufit doli jashtë kufir. Sërish tensione në Lezhë në kryetari i Bashkisë Patjon Zefi dhe drejtuesi OSHE janë blokuar nga përfaqësuesit të Partisë së Bashkës teksa lëviznin në makinë me targat huaja. Ndërhyn policia, ndocaj po blinin vota, PS, militantët me armë lëvizin natën duke bërë presion. Kryes socialisti Edi Rama deklaroi se ata që nuk duan të votojnë Partinë Socialiste është më mirë të mos votojnë fare. Sipas tij, vota për kënetën është jo higjienike nga çdo pikpamje. Krye demokrati Sali Berisha kërkoi shqiptarëve vetëm 100 ditë kohë për të transformuar Shqipërinë. Sipas tij, në 12 vjet Ramasolli në krye të vendit hajdut që kokrat si ka njohur kurrë. Një krim i rënd ndodhi sot në Prizren, ku një vajzë 15 vjeçare u vra me thik nga baba i saj. Autori me orgjin turke plagosi dhe gruan si dhe vajzën tjetër 10 vjeçe. Vihet në prangë. Nesër pasdite hapet konklava për të zgjedhur papën e ri. Gjithçka është gati në kapelen Sistine. Kardinali Tokyo siguron se brenda 3 ditësh do të kemi papën e ri. Sipas tij, ati i shenjtë do të jetë aziatik. Giro d'Italia po bëhet gati të zbarkojë në Shqipëri. Pas nesër në Tiranë do të prezantohet ekipet pjesëmarrëse në garën e biçikletave. Hapja e madhe që përfshin 3 etapa do të nisë nga Durrësi, më pas në Tiranë dhe mbyllet në Vlorë.